Por Nuhin a.s. kuptimi e emrit të tij, kush është prej ardhja e tij, sa ka pas familje, sa fëmijë, këto elemente janë si s'ka argument, as Kur'an, as Sunet, se çka ka lidhje me këtë. Po janë çështje të pasqaruara nga Kur'ani. Pse kjo? E kemi sqaruar na më herët. Sepse Kur'ani nuk e ka qëllimin me u bë në një roman, që me theksimin e detajeve të ndodhive nga jeta e pejgamberëve me u bë interesant. Jo, qëllimi i Kur'anit është diçka këtë tjetër. Ajo që përmend pak më herët, me i dhon porosit. Andaj këtë rast s'ka tregu as ka bab, as ka familje, as ka grua, as ka fëmijë, hiç s'ka hinë atë. Për shembull, dikon më vonë e kemi ndryshe. Për shembull, e kemi Ibrahimin a.s. me fëmijët e vet. E kemi Jakubin me fëmijët e vet. Ama këtu s'ka përmend, edhe kjo na jep neve argument shtesë për me thonë se ato gjëra që si ka përmend Kur'ani nga jeta private e pejgamberëve Zotit, domethënë Allahu ka vlerësu se s'janë të rëndësishme dhe të s'ki nevojë të mulodh. Pse e them këtë? Nuk e them për juve vetëm, po e them pse ndonjëherë kanë shku edhe hoxhallar dhe ulemana për tefsiret e tyre, për librat që kanë folur për rrëfimet e pejgamberëve, këtë boshllok me mbush me israeliate, me rrëfime biblike. Çto i vjen israeliat kur ta përkthesh në gjuhën e sotit, janë domethënë rrëfime biblike. A kemi nevojë na muslimanët me mbush këtë boshllok historik të jetës së pejgamberëve me rrëfime biblike? Nuk kemi nevojë. Nuk kemi nevojë. Po, e bëjnë njerëzit edhe botë ndoshta më interesant, ama se mbush me fakte. Nuk e mbush me gjëra të vërteta. Edhe e lajthit qëllimin kuranor. Qëllimi kuranor nuk është më u marrë neve për shembull me emrat e bijve të Nuhit a.s. ose të babës së Nuhit a.s. ose nga e ka përjardhjen, se kjo mos është interesant është diçka tjetër. Ajo që kena përmena në derset e kalume, prej ajeteve kuranore dhe ajo që do të vazhdojmë me tregu na në këto mësime të tjera që kanë mbetë mbi Nuhin a.s. Ballafaqimi i tij me shirkun, daveti i tij me shekuj kundër shirkut,